Kjo është gjendja e tregut në lagjen Perash. Rreshtet e ditëve të fundit kanë vështirësuar ushtrimin e aktivitetit për shitësit e këtij tregu. Si shikohet, shitësit kanë mbuluar me plasmas tezgat ku mbajnë mallin për të mos u lagur nga shiu, ndërsa pellgjet me ujë janë prezent në këtë treg. Krahas kushteve të vështira ku shesin, tregtarët ngrenë një tjetër shqetësim, siç është tregtimi në rrugë, që sipas tyre po ndikon në rënien e xhiros ditore. Ato kërkojnë nga institucionet që të largohen nga rruga shitësit ambulant. Se janë të dalë tonë në rrugë, na jena bo me hek dorë vetë, me elon vendin, se tash 10 ditë veç lekë të tokës jena të zjarë. Vjen policia, i shef në trotuar të shit, s'na thojnë gjë. Ajo thonë gjë policia, jo, ulen xhamin, shofin edhe kalojnë. Pra i njërojnë atë punë me pak fjalë. Na jena bo me i thonë pranorit vetë, deri tash na ka thonë pranori që po s'erdhe njerëz e myllit, tash duhet me i thonë na vetë, pa ta lirojmë se s'kena. S'kena, ju që, shive vetë. Dite dile, nuk i shef 3 veti to. Për kushte po ja bojmë halal, se kushtet ta po i kryojmë dhe ta na punë të regulohen për kushten. Na kanë ankesë vetëm për vendin që janë amren. Na s'punojmë asnjë gjë, njerëz rruga plot. Morën policin telefon, policia thot po vjen policia ul xhamin kalon rrugë sa se sen. Në po dalëm ku e na ken ton, në po rrim të ton. Tash një dëna me punu. Ban 4.000 lek rruga marr prej pas rripet, vi këto shes sa se sen. Tash ku mi marr lek? Paguaj 4.000 lek paguaj për këtë vend to. E ç'a me shit, kur s'vjen kurkosh. Rruga plot. Të në shifni rrugën, plot e keni me njerës, për ditë. Vini herë, policia i ku në shkujnë. Të rinë 4-5 ditë jo policia në vend dispozicion, asi njeris rinë rrugë. I ndërtuar pak kohë më parë në këtë treg, ushtrojnë aktivitetin e tyre një numër i pakët shitësish, pasi kushtet e vështira kanë bërë që ato të mos preferojnë të shesin prodhimit e tyre bujqësore në këtë treg.